Kështu dhe të shpresojmë që një pjesë e juaja ta vazhdojnë edhe ta zhvillojnë më shumë këtë zonë, patjetër që bashkia ka përgjegjësinë e saj për rrugën, sa rruga është kryesorja. Të shpresojmë që edhe ne ta fusim në programet tona. E mendoj që nëse këtu do të ketë sinjale të zhvillimit të kësaj zone, patjetër që bashkia nuk do të mbilet mbrapa. Unë jam dhëntër në Shkozë. Kam qenë shumë kohë përpara, kam mbaruar shkollë para 30 vjetësh ndoshta. Edhe patjetër që edhe unë kam një përgjegjësi më shumë edhe për këtë zonë. Kështu që shpresojmë që të bashkëpunojmë me njëri tjetrin e ta bëjmë këtë zonë me njerëz kaq punëtor dhe kaq të mirë, zonë më të bukur siç e ka falur natyra, edhe besoj dhe njerëzit lajku në shkaqe zonë. Ja kalofshin mirë, gëzuar ditën e sotme, ditën e Shëngjergjit, edhe pasi vetëm mbarësi e shëndet të familjes tuaj. Shumë faleminderit. Tani ja japim fjalën kryetares së shoqatës Gora Opare Bashkuar, sepse kjo është iniciatorja e këtij eventi dhe do e bëjmë çdo vit, po akoma më shumë njerëz dhe më shumë bekime, më shumë të mira për fshatin me që kryetari na premtoi se do e kritikonim në fund për rrugën. Mirë se keni ardhur gjithë. Të nderuar bashkëfshatar, motra dhe vëllezër të vetëlindjes sime të dashur. Sot është një ditë e veçantë për mua, sepse për herë të parë kam nderin tim mes jush, në këtë tokë ku kam lindur dhe kam hedhur hapat e para dhe ku zemra ime ka mbetur gjithmonë këtu pavarësisht largësive. Si kryetar e shoqatës Gora Opare Bashkuar, ndihem krenare që sot gjendem këtu për të ndarë me ju, jo vetëm këtë festë të bukur të 6 majit, por edhe dashurinë, respektin dhe përkushtimin tim për vendin tonë. Ky fshat nuk është thjesht vetëlindja ime, është rrenja ime, identiteti im, kujtimi im i bukur i femërisë. Ku çdo gur, çdo rrugit, çdo derë e këtij fshati mban histori, sakrifica dhe krenari. Sot dua të jem bashkimi ynë dhe pasuria më e madhe kur jemi pranë njëri tjetrit, kur ruajmë traditat tona, kur nderojmë të parët tanë dhe edukojmë brezat e rinj dhe me dashuri për vetëlindjen. Atëherë do bëhemi edhe më të fortë. Shoqata jon ka lindur pikërisht për këtë mision. Të mbajmë gjallë lidhjen mes njerëzve tanë, të ruajmë zakonet, kulturën dhe vlerat që na bëjnë krenar. Ju falenderoj nga zemra për mikpritjen, për respektin dhe për dashurinë që më jepni sot. Për mua kjo ditë do të mbetet e paharruar. Uroj që ky fshat të ketë gjithmonë begati, gëzim në çdo vatër, shëndet për të moshuarit, ëndra të realizuara për rinin dhe bekime për çdo familje. Gëzuar 6 majin, qoftë gjithmonë i bekuar vendi dhe fshati im. Tani, mesa vetëm fjala shoqata Gora Opare Bashkuar ka shumë për të thënë dhe fjalën ja japim sekretarit të shoqatës, Roland. Faleminderit nderuar speaker. Në radhë parë të falenderoj të gjithëve që jeni marrë në pjesëmarrje kaq të madhe sot, por unë kam një dy gjëra të tjera plus kësaj që keni mbledhur ju sot. Falenderoj të gjithë që keni ardhur për mbështetjen tonë, por ne duhet të kemi ndajmë edhe 2 certifikata që kemi dhënë për kryetarin tonë të nderuar të ardhuar sot, zotin Dim Shkerbi. Për këtë arsye kemi dalë sot, kemi mbledhur të gjithë të bashkë në rastin edhe së kësaj feste. Në këtë rast, dhe të falenderoj të gjithë të ftuarve tanë që kanë ardhur, vëllezërve e motrave tanë të Gorës tonë që janë mbledhur gjithë këtu dhe presim të marrë këtë pjesë në ndarë të certifikatën të zonës. Më lutem 1 minutë. Në ndër të kryetarit tonë dhe të birit tuaj të shkollës zotit Agim Shkerbi, ju lutem do kisha dëshirë të mbanit 1 minutë heshtje me të ndirin e tij sot.
Ju lutem mund të ngriheni në këmbë 1 minutë heshtje për kryetarin, ish kryetarin e shoqatës Gora o Pare Bashkuar. I përjetëm qoftë. Nuk e di a ka ardhur djali i Gim Shkambit të nderuarit sot këtu? Nuk ka ardhur. Nuk ka ardhur. Atëherë i merrliu befati tregsh. Në emër të shoqatës Gora o Pare Bashkuar dhe të gjithëve të shkollës së fshatit tuaj këtu, për birin tuaj Zotit, të ndirin e Zotit atë Gim Shkambi, ne dhe japim shoqar nderi i krahinës, shoqatës Gora o Pare Bashkuar. Do ishte mirë ta hiqte i biri, në pa ardhur akoma, është rrugës pas ka ardhur akoma, po vjen. Edhe njërë i paruar qasemi ti. Baja tatë. Me që jam në kamp, kam edhe një tjetër që na e la kryetari për zotin Ymerli Shkambi. Dhe kjo ka ngeli atje, nuk e arriti do t'ja jep, se ja japim sot të nduar qofës me ndërë si pjesëmarrës dhe kontributori i shoqatës tonë Gora o Pare Bashkuar. Tani vazhdojmë me radhën. A këtu të dalu, po do jap mikrofon. Okej, hajde. Ju, Isa Karaj. Ta tregon ai se do të filmoj. Për para kamerës. Okej, ftojmë tu për radhën e fjalës Isa Karaj. Mirë dita, ju përshëndes të gjithëve. Skrapalia me origjinë. Por më duke se ku kam lindur këtu, në këtë fshat. Sepse 25 vjetë, mase kryetari nuk më njeh, në një tjetër, më sillni duhani nga këtu dhe e bleja në Symiz e në Sovjan, me firmën greke Dervish Miftarajn dhe Luan Levin. Ju përshëndes dhe njërë gjithë. Tani, i paruar emri dhe vetra që bëri Gim Shkambi. Edhe mbasi tikni ju, unë do të shkoj të shikoj themelet ku ka lindur i ati, ku i ka rrejnda i burë. Mik shumë i martimi, shumë i martimi, gëzuar festën të gjithve. Në barësia o Zotë kemi. Ju faleminderit. Do japë një këngë me motën, ashtu si tim neve. Tani ftojmë radhën e ka Batjar Qira. Faleminderit, po do desha pak edhe pak volumot i shehe. Jo, po, unë qoftu tani. Atëherë është i kënaqësi shumë e madhe që jam pjesë, shkurt jam një nga miqtë më të vjetër të shoqatës Gora o Pare Bashkuar, nga miqtë më të vjetër të Gim Shkambit të paharruar, dhe gjithë aktivitetin e kësaj shoqate unë kam e respektoj shumë dhe e vlerësoj shumë kryetarin e Bashkisë Maliqit, pasi ka qenë një nga bashkëpunëtorët më të mirë të Gim Shkambit. Kemi zhvilluar disa herë aktivitete atje dhe ka qenë të tilla. Gim Shkambi dhe gjithë shoqata Gora o Pare Bashkuar ka zhvilluar një aktivitet të dendur, minimalisht brenda 10 vjetëve. Dhe është për të lavdruar ansambli artistik i kësaj shoqate, është për të lavdruar të dhënat historike për këtë shoqatë. Është një dokumentar shumë i rëndësishëm për gjithë vlerat dhe unë ndjehem shumë mirë që jam mik në këtë vend. Faleminderit tani edhe për Xhulin, për Landin, të cilët tashmë besojnë në vazhdimsi të veprimtarive që ka zhvilluar shoqata Gora o Pare Bashkuar për 10 vjet. Unë besoj që me këtë ditë, që është dita e parë e fillimit e kësaj shoqate, t'i urojmë suksese në vazhdimsi. Shumë faleminderit që jam pjesë Xhuli, faleminderit Land, ju falenderoj gjithëve, kryetar. Faleminderit. Faleminderit ju.
Tani kam dirin të ftoj të ardhur nga Tirana, posaçërisht për të na nderuar në këtë festë, zonjën Dashurit Iventari, kryetare dhe antare e bordit të ambasadorëve të paqes botërore në 202 vende dhe për Ballkanin. E ftojmë tu Dashurin. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje kryetar, përshëndetje të gjithë pjesëtarët që janë këtu dhe shoqata që na ka ftuar dhe na ka mbledhur. Përshëndetje të gjithë njerëzit që jetojnë këtu në Shkozë. Ju jeni me vërtet njerëz humanëve të paqes, që përballoni këtë situatë dhe këtë vend kaq të bukur, dhe ta dini këtu në këtë vend zbresin ëngjëllit që u ndihmojnë juve dhe ecnin përpara. Unë quhem Dashurit Iventari, vi nga Mallakastra, jetoj në Tiranë, por më duket sikur jam nga Shkoza sot që jam këtu me juve. Respekt e pafund dhe unë kam një mision tepër të veçantë që i thuhet misioni paqes. Kam ardhur këtu jo për të dhënë paqe, po për të takuar nga afër se paqja është në çdo familje shqiptare, sidomos këtu në Shkozë. Respekte pafund edhe miru takofshim në takime të tjera, patjetër do marr pjesë sepse përfaqësojmë dhe shoqatën që zonja e ka marrë sërish tani edhe t'i vejmë mbar suksese të mëtejshme. Faleminderit. Tani radhën e fjalës e ka organizatori i këtij eventi, Luzi Çaçi. Të nderuar miq edhe mikeshat Gor Oparit, i nderuar kryetari bashkisë, të nderuar të gjithë pjesëmarrësit edhe nga fshatret e tjerë, ju urojmë të jashtëmaj, gëzuar edhe të jemi të bashkuar gjithmonë e t'ja kalojmë sa më bukur. Faleminderit për gjithë ju pjesëmarrësit. Respekte. Tani radhën e kam unë, quhem Irlanda Arapa, i vi nga Tirana, profesioni jam juriste. Ju uroj vetëm bekime pa fund, se është një vend i mrekullueshëm dhe festë e paqit gjithë jetën. Tani jeni të lirë të këndoni, të kërceni, fjalime? Nuk kam. Vetëm të këndojmë për qef dhe Përshëndetje të gjithë miqtë e mi. Do të uroja mirëseardhjen. Të gjithë bashkëtarëve, bashkëpunëtorëve, gëzuar të ditë shënuar. Marrësinë për familjet tuaja. Do të uroja me gjithë shpirt të gjithë ambasadorën e paqes që vjen nga Tirana. Do të uroja Këshillin Bashkiak, bashkinë me profesorin sekretarin e bashkisë, zotin Gzim Papçiu. Do të uroja miqtë e mi nga Elbasani, që kanë ndihmuar dhe kanë përfaqësuar agimin. Vllajin ton. Uroj gjithë mirat e Zotit, faleminderit. Unë jam një përfaqësues i fshatit, kërkoj nga kryetari, të paktën kryetar. Nga ty njëra, nga një nip që ka unë një Ibrahim, dy libër, dy dorë këtu dhe të mos të bëjnë një qikë ndim që ka unë, të e zura në goj vetët, faleminderit. Por, ju faleminderit të gjithë, edhe ju bëftë të mirë kjo drekë. Desha të falenoj Luanin, Zhulkën, kryetarin e kashur me këmbë të mbarë, Zhulkën, gjithë të mirë.
file, jashtë brindati rëso, jashtë brindati rëso, s'ka dio një ka një file, jashtë brindati rëso, jashtë brindati rëso. Sabe tu morirano, ni sabe tu morirano. Rito mai cagnerà vile, sabe tu morirano, sabe tu morirano.
lascia e da dove sto gassi da io e cravo da te e da io te sciafo se te nasci coi me gasa se te so si te e da e so te per te una gara o te levi sempre sapore o cambio di tono e da o te levi se zagane o ti ci scodo mai sempre no des o to cane o shame male e to te chemo e to te chepe ai ne o mai
qofshi ja nga ju të jedhëm të në mare i shoshta një ma shimura të vetua i ty të shoshi në fërme Grupo kryetar. Gëzuar gjithve, nuk e di jam takon mua të Kapitolli. E gjitha po marrë në konsiderat që qumë edhe si zot shpije, si kryetar, se si dhe ndër nuk më takon, për nuk ushu janë dhe poshtë. Gëzuar gjithve, do të apim një për ditën e sotme, gëzuar të gjithve dhe pa që vetëm barësi në shpituaja. Gëzuar gjithve. Luani, kam gjetur, mërë gotëm. Ka gjeta Luani për prapë. Se unë e shikojnë që këtë nga nga politike. Do pinë shëndet për të gjithë shkozarët të cilët jetojnë këtu, apo jetojnë Tirana, apo jetojnë kudo ku jetojnë, të gjithë banorët e Shkozës të kenë shëndet e mbarësi në shtëpitë e tyre. E treta është për shoqatën e Goro Pare Bashkuar, est në kem të mbara dhe në bashkoft sa më shumë me njëri tjetrin, larg këtyre ndjesive politike, po për të bashkuar për arsye patriotike dhe adetare si që ka kjo zonë. Gëzuar, kryetare gëzuar, shëndeti juaj. E katërta do pi një kujtim për ish kryetarin e shoqatës, qofti i paruar edhe u preft i qetë atje do vemi ditë gjithëm. Qofti i paruar. E radhës është për të gjithë ju qini në kjo tavolin, të shpresojmë që si sot një vit të ketë edhe kaq më shumë. Shëndet të mirat keni të gjithë. Do pinë shëndet për gratë, vajzat, të cilat janë kaq shumë në numër në këtë tavolin, të keni shëndet të mirat të gjithë. E fundit është për flamurin, lartë e më lartë flamuri edhe qofshim gjithmonë mirë me shëndetet bashkuar. Barsi! Edhe jam krenari që jam këtu në vendin tuaj dhe jam e lumtur që shikoj gjithë ta njerëz të bashkuar, se nuk është kollaj në këtë kohë që ka ardhur sot të bashkohesh të gjithë vëllezër dhe motra dhe gra dhe nëna dhe fëmijë që kanë ardhur këtu në këtë festë të madhe. U dua të gjithëve gëzuar mbarësi në të gjitha trevat tona shqiptare, po dhe këtu gëzuar dhe mbarësi. Dhe besoj se kryetari është i vetëdijshëm, jo se ka fajin ai se janë fondet ato që vendosin dhe udhtojnë në këtë vend kaq të bukur, por së shpejti kur vim herën tjetër besoj se do vim me asfalt. Atëre një valle popullore djem të parit për njështin bashkërak e Lekas.
Qoni moj, o parak edhe o parak. Di patre bure